Në vend të një plani se çfarë do të ofrojë për Shqipërinë e vitit 2030 dhe çfarë do t'i jap shqiptarëve në 4 vite qeverisje, nëse fiton në zgjedhjet parlamentare, Partia Socialiste ka premtuar një letër bosh, pasaportën europiane, një ëndër shumë e bukur që e duan të gjithë, por që nuk është shkopi magjik që të zgjidh problemet e mëdha strukturore që ka vendi, të cilat janë kusht për të marrë këtë pasaportë. Por nëse partitë të cilat nuk janë në pushtet duhet të sjellin një ofertë ndryshe, një plan, një program dhe përgjigje për probleme të shumta të qytetarëve, partia që qeveris vendin përpara se të premtojë ëndra në diell, duhet të ballafaqohet çfarë ka premtuar në të shkuarën dhe sa ka realizuar. E duket se kryeministri këtë përballje e bëri me veten e tij, ministrat dhe vartësit e administratës ku numëroi arritjet e shumta të qeverisjes dhe premtimet e mbajtura, në një takim ku nuk ishte asnjë zë ndryshe dhe asnjë gazetar. Do të duhet të ishim edhe ne në delir nëse do të kërkonim që punojësit e tij të emëruar t'i dilnin kundër. Prandaj kemi vendosur që këtë përballje me shifra dhe të dhënat të prodhuara nga institucionet që ai drejton ta bëjmë ne. Për herë të parë, qysh se ne kemi marrë detyrën, një qeveri e Shqipërisë ka rritur prodhimin. Pra ka rritur burimet dhe ka rritur kapacitetet prodhuese të Shqipërisë. Kjo ishte fuqia e përgjithshme prodhuese e Shqipërisë. Këneta, ndoshta duke u bazuar edhe te uji vet, premtonte Shqipërinë superfuqi energjetike. Superfuqia energjetike e premtuar ishte kjo. Gjithë ajo shifër lartë është sekretari i parë i sekretarit që u bë pastaj kryetari i partisë opozitare. E kishte bërë shoku Enver atë bashkë me diktaturën. A janë të vërteta këto shifra që tha kryeministri dhe si duhen lexuar ato? Le t'i marrim me radhë. Po të shohësh me vëmendje zërat në tabelën që paraqiti kryeministri, në rreshtin e parë është një nëndarje e cila lexon: prodhues publik ngarkuar me detyrimin e shërbimit publik. Ky është rreshti më i rëndësishëm, duke qenë se të gjithë konsumatorët dhe 90% e bizneseve furnizohen me energji nga shërbimi publik. Këtu, nëse lexon vitin 2013 dhe vitin 2024, del se në këto periudha kapaciteti publik i prodhimit të energjisë ka qenë 1527 megavator në 2013 dhe 1563 megavator në vitin 2024. Pra në total fuqia prodhuese energjetike e vendit është shtuar me 36 megavator. Sasi e papërfillshme dhe 7 herë më e vogël se ajo hidrocentrali të Vautëdejës, që është vepra publike me fuqi më të ulët në pronësi të kesh. Dhe pse kryeministri mburret se ekonomia është dyfishuar, kjo e dhënë nuk i përgjigjet ndërtimit të kapacitetit të energjisë. Vlera më e lartë e shifrave të prodhimit të energjisë lidhet me prodhuesit e pavarur privat, të cilët si të tillë operojnë në treg të lirë pa patur asnjë detyrim për furnizimin me energji të konsumatorëve shqiptar. Por edhe këtu kryeministri gënjen. Nëse do të shohim në listën e kompanive që kanë në pronësi hidrocentralet me kapacitet më të lartë, do të na dilte kesh me hecet e kaskadës së Drinit, Fierzën, Komanin dhe Vaunedejës. Por siç e tha dhe vetë kryeministri, këto janë vepra të ndërtuara që nga koha e diktaturës. Më pas do të renditen hidrocentralet e Banjës dhe Moglicës, kapacitetet e instaluara të cilëve janë plot 257 megavator. Ajo që nuk tha kryeministri, është se kontrata për nisjen e punimeve të këtyre hidrocentraleve është nënshkruar me kompaninë investitore Devolli Hydropower në vitin 2009. Kur në pushtet, siç thot vetë ai, ishte Këneta. Qeveria shqiptare ka nënshkruar marrëveshjen koncesionare me 2 kompani lider në Europë, EVN dhe Statecraft, për realizimin e projektit të ndërtimit të 3 hidrocentraleve në kaskadën e lumit Devoll. Realizimi i këtij projekti madhështor është një ndër hapat më të rëndësishëm drejt shtrimit të Shqipërisë të një superfuqie të vogël energjetike të rajonit. Ky nuk është më projekt dekada, por ky është projekt shekujsh. Hidrocentralet e Peshqeshit dhe Fangut renditën të dytat si prodhues të pavarur privat në kapacitet prodhimi 102.5 megavator. Edhe kontrata me këto kompani është nënshkruar vite më parë. Në 2011, kur kryeministri Rama ishte akoma në opozit. Madje qeveria Rama në vitin 2017 i ka miratuar kompanisë kërkesën për reduktimin e numrit të hidrocentraleve nga 5 në 3. Shoqërisë ANS Energji gjatë hartimit të projekt zbatimit të objektit i rezulton zgjedhje me të levërditshme tekniko-ekonomike për ndërtimin e hidrocentraleve në reduktimin e numrit nga 5 në 3. Autoriteti kontraktues bazuar në projektin e ri është i interesuar për zbatimin e këtij projekti sepse përfitimi është më i lartë se për koncesionarin dhe për vendin. Ndaj nuk dim se kë duhet të besojmë. Kryeministrin që flet për vepra të mëdha dhe mburret përpara vartësve, apo atë që thuhet në dokumenta që ulin kapacitetin prodhues të energjisë. Me këto investime të nisura në qeverisjen e shkuar, Shqipëria nuk arriti të
përfitoj direkt për të zbutur krizën e çmimeve të larta të energjisë, sepse kompanitë nuk kishin detyrim të shisnin prodhimin me çmim të reduktuar për publikun. Për mbi to u vendos taksa speciale, e cila mblodhi në total 95 milion euro. Shumë e cila u përdor për t'i dhënë një bonus pensionistëve në prag të zgjedhjeve të vitit 2023, veç i shërbeu socialistëve më së miri. Shqipëria u ndihmua në krizën energjetike nga një tjetër fuqi energjike, e cila u nis si politik në qeverisjen e shkuar, prodhimi nga hidrocentralet e vegjël. Në bazë të marrëveshjeve që u nënshkruan më shumë se një dekadë më parë, hidrocentralet e tjera përfshirë dhe ashtën që quhen me përparësi dhe nuk kanë pavarësi në tregtimin e energjisë, janë të detyruar që energjinë që prodhojnë ta shesin me një çmim të arsyeshëm kompanive publike për furnizimin e konsumatorit dhe bizneseve. Në vitin 2022, këto ece prodhuan 193.000 megavator energji elektrike, duke plotësuar 25% të nevojave të konsumit të energjisë elektrike, me një çmim 100 euro për megavator nga 271 euro për megavator që ishte çmimi mesatar në bursa gjatë këtij viti. Ndaj mund ta themi me siguri se kryeministri Rama nuk ka nxitur as pak sektorin energjetik në politikat e tij, por po përdor frytet që ka trashëguar nga politika tjetër, të cilën e quan kënet. Në sektorin e energjisë elektrike mund të jenë arritur rezultate në luftën ndaj informalitetit dhe vjedhjes së energjisë. Por paratë e kësaj reforme nga të cilat OSHE arkotoi 1.2 miliard euro duke detyruar mes shumë shkelësve dhe familjet e varfra që të paguanin detyrimin që kishin, nuk arritën që ta ndihmojnë vendin në krizën e energjisë. Në këtë periudhë, kompanitë publike të sektorit morën 240 milion euro mbështetje financiare nga buxheti i shtetit dhe kredi për të përballuar nevojat e furnizimit me energji. Kryeministri duhet t'i jap llogari qytetarëve se ku shkuan qindra milion euro dhe pse qeveria futi sërish dorën në xhep atyre që nuk i merr para, edhe nga fatura e energjisë edhe nga taksat e buxhetit. Në prag të zgjedhjeve, kompania OSHE vendosi të ulë vetëm me 1 lek çmimin e energjisë elektrike për një kategori konsumatorësh me një faturë vjetore 30 milion euro. 40 herë më pak se paratë që u argëtuan nga unifikimi i çmimit, pagesa e faturave të prapambetura dhe lufta ndaj vjedhjes së energjisë. Dhe përgjigja e fundit që duhet të na jap kryeministri është kjo. Kë premtim duhet të besojmë se do të ndërtohet Skavica dhe Shqipëria do të bëhet vend sovran në prodhimin e energjisë pa patur nevojë për importe, ato të vitit 2021 apo ato të vitit 2024. Se ky projekt vazhdon të qëndrojë në letër. Ne me Shtetet Bashkuara nesër firmosim një marrëveshje për Skavicën, që do të financohet nga Shtetet Bashkuara. Skavica ka filluar tani puna dhe që do të ndërtohet brenda këtij mandati, do na jap mundësinë që ne të ruajmë rezerva. Në mandatin e 4, ne do të marrim përfundimisht pozicionin e një vendi sovran në energji, nuk do kemi më nevojë të importojmë energji nga askush, përkundrazi, jo vetëm do të kemi për vete, por do të mund t'ju eksportojmë edhe tjerëve. Sidoqoftë, rëndësi në këtë fushat ka që të denoncojmë çyrykët anë e këndvëndit në kuadër të pasaportës europiane.